Kryeministri Edi Rama dhe Korporata e Investimeve Shqiptare akuzohen nga kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha se po tjetërsojnë pronat publike në mënyrë të jashtëligjshme. Kryedemokrati thotë se qëllimi i kreut qeverisë dhe drejtuese së këtij institucioni është grabitja e pronave. Tëra prona shqiptare e vlefshme de facto shtrohet në pronë të klanit më të rrezikshëm të Europës, klanit Rama. Se si një agjenci e vetme mund të bëhet edhe pronare, edhe shitse e pronës, kjo nuk ka ekzistuar kurrë. Zonja Kokona shkruan vet, vulos vet, vendos vet. Te i kalon kjo çdo imagjinat. Për të paralajmëruar Kokonën se në mënyrë absolute do përgjigjet, do marrë përgjegjësinë më të rëndë për çdo metër katror, tokë apo pronë tjetër, që do ta trajtoj bazuar në vendimin e Edi Ramës për të vjedhur pronat dhe për cakturat në krye të agjencisë. Jam këtu për të deklaruar publikisht se asnjë përfitues nga vendime antiligjore, antikushtetuese të kësaj agjencie të vjedhjes së pronave nuk do të njihet, por përkundrazi do të ndërshkohet me ligj, do të ndërshkohet rrep si një bashkëvjedhje publike private e pronës shtetërore. Berisha gjithashtu ka shpathur një protestë të madhe me datë 15 mars kundër mbylljes së TikTokut, duke e quajtur atë si një akt kundër censurës që synon të bashkojë fëmijët dhe të rritë në mbrojtje të lirisë së shprehjes. Protesta e nxënësve, studentëve dhe trive para kryeministrisë me datën 15 do të jetë protesta më e bukur, më madhështore që ka njohur pa Shqipëria gjerë sot. Protesta kundër censurës, protesta me të cilën çdo fëmijë i çdo moshe që kap smartphone-in përballet, bëhet luftar kundër diktaturës në mbrojtje të TikTokut dhe kundër censurës. Ai e sheh protestën si një formë të mosbindjes civile, duke kërkuar që fëmijët të bojkotojnë orën e parë të mësimit të hënën si një veprim simbolik për lirinë e shprehjes dhe kundër censurës. Keni drejt të filloni greva. Dhe greva juaj është të bojkotoni mësimet që ditën e hënë, për shembull orën e parë do të ishte gjë madhështore që të mungoni sa më shumë. U bëj thirrje prindërve, pse? Po kjo është normale. U bëj thirrje prindërve të mos i dërgojnë ditën e hënë fëmijët e tyre në shkollë orën e parë. Të paktën orën e parë si një akt i betejës të fëmijëve tuaj për lirinë e shprehjes dhe kundër censurës. Berisha gjithashtu diskutoi projektin e Partisë Demokratike për të çndruar Shqipërinë në një superfuqi rajonale energjetike, duke theksuar nevojën për të adresuar problematikat e krijuara nga hidrocentralet dhe ofruar zgjidhje për zhvillimin e sektorit energjetik.